62, atina i duhen 18. 18, për mi bo të 10 mundën të i bo bashkë veç për dëkja në që të atë, e s'ka shonë që për dëkja në asë një variant nuk ka interes për momentin as me ofru emra edhe nëse ja lyp Albin Kurti, sepse për dëkja ka me tentu me zvarit procesin deri në pikën e 17 shtatorit, kur me i rrët një vendim... Me 16 shtator. Me 16 shtator, kur me i rrët një vendim në Hag. Edhe me ditë si me ruktu pas qëti vendimi, nëse këte jenë të pafajshëm me gjithë që besej për kërejs lirimtarë që jenë atje, ata masanej kanë me kalkulu me Hashim Thaçin edhe me Kadri Veselin. Deri me 16 shtator, këta mu e shtymë procesin, se i ko 30 dita shkuvendi mu konstitu, e i kodin ja 60 ditë masanina, masazoj presidenti edhe munën me shty diri në qatë pikë. Kështu që këto takimet, ne i sënur anon me Bedrin, e këto tjerat kanë me dollë me thonë, tha, kështu një propozim për diskutujna e si së në partia dhe veç ka më zvarit procesi, sa ma shumë për i gjithë veç që mundë. Nëse zvaritët procesi i bje që ne shkom në zgjedhje? Ja, mundëm edhe mësë me shkom në zgjedhje. Mundëm qysh, në ditën e mërom këna mujtë me zgjedhë presidentin. Jo, ne kemi afat tashmë të përcaktuar për presidentin. Momentin e parë që nuk zgjedhët presidentin, ne shkom automatikisht në zgjedhje. 60 ditë për i konstituimi, edhe që i bjen me 16 shtator, mundet më rritë qaj afat, për dykja nuk me afru kur far alternative vendimtare deri me 16 shtator, në kodrët muhabetit, ata kanë me thonë, dy am në ahtonë, të avdin edhe veç ku më zvarrit, kështu një luj fjollë që me shku e zedh vejra me styne, mas ka rej këti që përmene në fillim, këtë proces ka qenë Ardian Gjini, ka ja propozimet konkrete, ka thonë zdu për shtet, pse? E ka thonë, se ka qenë partia vetë me që vdole knasë në vikty në zedhe